E trisht, atak kardiak në palestër ndahet nga jeta ish basketbollisti dhe gazetari shqiptar. Një lajm I trisht ka ardhur mëngjesin e kësaj të hëne. Zemra e vllajt binjak të aktores Ema Andrea ka pushuar së rahuri. Burimet për mediat bëjnë me dije se ish basketbollisti dhe gazetari sportiv. Ema Andrea është ndar nga jeta në moshën 55 vjeç pas një ataku kardiak kur po stërvitej në palestër. Si basketbollist Ena ka luajtur me ekipin e Dinamos rreth viteve 2005, ndërsa gazetarin dhe komentimin e nisi më vonë. Ai ka komentuar pikërisht ndeshje të basketbollit, NBA dhe Euroligës. Deri më tani, nga vetë aktoria nuk ka ardhur asnjë reagim, ndërkohë që kjo humbje e Eneas ka lënë në dhimbje të thellë familjarët, miq dhe kolegë që ai pati të shumë gjatë jetës së tij.